Brenda pak muajve 50 familje të komunitetit rom do të sistemohen banesa të reja. Bëhet fjalë për familjet që aktualisht jetojnë në qendrën sociale të Shkozës, duke u siguruar atyre kushte sa më të mira jetese. Kjo është një nismë e Bashkisë së Kryeqytetit në kuadër të zbatimit të programit IADSA të mbështetur nga qeveria italiane. Punimet sapo kanë nisur dhe i pranishëm ishte kryetari i Bashkisë Erion Veliaj dhe ministri i Financave Arben Ahmetaj. Është një financim rreth 70 milion lek, është gjithashtu mbështetur nga fondet e drejt për drejta të Bashkisë. Në themel, së bashku me kryetarin Veliaj dhe me ambasadorin italian, kemi menduar ta konceptojmë si një vazhdim të paketës së solidaritetit që qeveria shqiptare dhe Bashkia e Tiranës ka ndaj shtresave në nevojë. Shumë prej qytetarëve që janë strehuar në qendrën sociale të Shkozës, në pak muaj do të kenë banesa definitive, sigurisht me gjithë kushtet dinjitoze të jetesës, të higjienës, edhe të hapësirës nevojshme, sidomos për familjet me shumë anëtar të komunitetit rom. Risia e projektit ka të bëjë me mospagesën nga ana e banorëve që do të strehohen në këto banesa, por gjithsesi jo pa kushte. Një nga kushtet do të jenë që çdo fëmijë duhet të shkojë patjetër në shkollë. Dhe kushti për të qëndruar në këto banesa të reja do të jetë arsimi i detyrueshëm. Kushti tjetër do të jetë për ata që janë 16 deri në 30 vjeç, janë të rinj të papunë, do duhet me detyrim të futen në një kurs arsimit profesional, sepse ne besojmë që pavarësisht se kjo është ndihmë shumë e nevojshme për strehim, bileta afatgjatë për dal nga varfëria është arsimi, emancipimi dhe trajnimi profesional për gjetur një punë. Përveç regjistrimit në shkollë të fëmijëve rom, projekti synon gjithashtu pajisjen e tyre me karta shëndeti, vaksinimin e rregullt dhe aksesin në përfitimin e shërbimeve shëndetësore.